më bën edhe pse ne dim mentalitetin e popullit ton, ndihmën për të tjerët, solidarizimin etj. Shoh që her pas here në rrjetet sociale ka fushata të GoFound, ndihmojmë njërin, ndihmojmë tjetrin, ndihmojmë gjithmonë mendimi dhe opinioni im personal ka qenë hajde bëjmë diçka që të ngelet, të lërgjurëm, pra për strukturën, për sistemin, nuk flas sistemin politik, flas për sistemin, për shërbimin, për pediatrin, të ngelet diçka që t'ju shërbejë shumë e shumë vetave të tjerë mbrapa, sepse, çdo njeri është i shenjtë, çdo njeri është duhet trajtuar dhe është i rëndësishëm, është gjithçka për familjen e tij, por ama duhen menduar dhe për ata që si kanë këto mundësi, që s'kan mundësi të bëjnë sensibilizimin në rrjetet sociale, që s'kan një rreth familjar apo miqësor kaq të përditësuar me të rejat e teknologjisë, informatizimit etj. Pra duhet afruar ai shërbim për pacientët që ngelen këtu, për ata që s'kan mundësinë ekonomike, për ata që s'kan mundësi të marrin rrugët e botës.